Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për skandalin e filetove të pulës me salmonel. Kanë kaluar disa ditë, por çfarë masash janë marrë, fushata ndërgjegjësuese, tërheqja nga tregu dhe për gjithçka tjetër që na solli deri këtu, do të flasim me zotin Granis Sokolaj, gazetar, por mbi të gjitha dhe drejtues i qendrës Alert për mbrojtjen e konsumatorit. Zoti Sokolaj, përshëndetje, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për mundësinë. Granit, çfarë masash janë marrë nga dita që ndodhi skandali dhe deri tani? A mund të themi që është tërhequr tregu, është i sigurt tani apo akoma mund të kemi fileto pule me salmonel nëpër markete ndryshme? Atëherë, spari në fakt mund të konsiderohet skandal, por nuk është edhe skandal saq u bë, sepse salmonelozat janë prezente gjithmonë në mish pule, në produkte pule dhe në produkte deri. Vetëm për kuriozitet, në 2023, sipas një raporti të EFSA-s, në vendet e Bashkimit Evropian ka pasur 77.600 pak raste salmonelash. Nga mishi, pra kryesisht i pulës, por edhe i derit ose edhe produkte të tjera të pulës. Kështu që salmonelozat janë prezente në gjithë jetën tonë për sa kohë ne përdorim dhe konsumojmë produkte pule. Për të kthyer te rasti konkret, spari në treg mund të ketë një sasi shumë të vogël të mishit kontaminuar me salmonel, duhet ta theksojmë që nuk është një salmonel e zakonshme, sepse ka rreth 2500 lloje salmonelash ekzistojnë, po 2 janë më të rrezikshme për konsumatorin, enteritizis dhe tifomorium. Dhe kjo e fundit është pikërisht është gjetur në sasinë e mishit të importuar nga Brazili. Shumica në fakt është tërhequr nga kompania, nga AKU-ja, nga subjekte që janë kthyer mbrapsht sipas njoftimeve e tjerë, por ka një prezencë akoma në treg, e cila mund të jetë në restorante, se kryesisht në fakt për fat të mirë, duhet të thonë për fat të mirë është shpërndar restoranteve, ku filetoja gatuhet një njeri vetëm e përdor, pra kuzhineri, dhe nuk është se mund të ketë atë kontaminimin e kryqëzuar, siç quhet, sepse nëse ti e merr në shtëpi pa e ditur që sepse sigurisht askush nuk e di që ka salmonel, ti mund të kontaminohesh nga dora, nga ena që përdor, nga një thik që e pret dhe kontaminon një enë tjetër e gjëra të tilla. Megjithatë mund të ketë edhe në tregje, ka akoma pra në rrjetet e marketeve ku është distribuar, ku është shpërndar. Kështu që nuk mund të themi që s'ka risk, ka, ama në dijenin time po tërhiqet e gjithësasia dhe shumica është tërhequr. Shumica është tërhequr nga 2 kompanitë, importuese dhe ajo një kompani tjetër që e ka shpërndar një pjesë, dhe nga vetë marketet, pra me kërkesë të distributorëve dhe të autoritetit kombëtar të ushqimit. Granit, duke qenë se ju e njihni zinxhirin mirë nga momenti që vjen në port edhe deri tek shpërndarja, ku ka çeduar? Është e qëllimshme, janë mbyllur syt apo? Jo, nuk është e qëllimshme. Kur është marrë analiza në port nga inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit, ata nuk i kanë kërkuar subjekti që të mbaj sasinë të bllokuar. Sepse ka 2 opsione. Inspektori i pikut, në rast dyshimi për diçka konkrete, atëherë i kërkon kompanisë që të mbaj produktin të bllokuar, pra kompanisë importuese deri në daljen e analizave. Kontrollin në pikë Durrës, pra në pika inspektimit kufitar quhet, që është e autoritetit kombëtar të ushqimit, është marrë mostra rutinë në bazë të planit të rrezikut, planit vjetor të marrjes mostrave për produktet e importit. Dhe është çuar në ISUP, ndërkohë pra Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ndërkohë kompania ka marrë kontejnerin me mish dhe e ka futur magazinat e veta në Tiranë, aty ku mbajnë gjithë produktet e importit, dhe më pas ka filluar shpërndarja për tregun, pra sipas klientëve të tij. Dhe mbas ditën e 11 ka ardhur analiza nga ISUP, ku ka rezultuar me salmonel tifimorium. Dhe deri në këtë moment, kompania, përveç se s'ka pasur asnjë informacion për rezultatin e analizës, nuk ka pasur asnjë detyrim ligjor për ta mbajtur produktin të bllokuar. Kemi një problematikë të vogël ndoshta me bazën ligjore. Rregullorja manuali 620 quhet i inspektimit të pikut nuk e detyron subjektin dhe as inspektorin që të çekojë në proces verbal bllokimin e produktit deri në rezultat analize për produktet me origjinë shtazore. Është evazive në dëshirë të inspektorit dhe në vullnet të tij ose në varësi të situatës. Ska shumë, sepse ti derisa e lejon që të dalë, ai mund shpërndar në treg, pastaj analizat po bëhen kot.
Pikërisht, ky është problem në fakt, sepse për sa kohë ti merr një mostër, që nuk merr gjithë mostrat, pra ti nuk bllokon gjithë mishin e importit apo gjithë produktet e importit ose gjitha kompanitë, ti ke marrë një mostër dhe logjikisht duhet që derisa dalë analiza ti ta bllokosh. Ka një logjik, dhe prandaj po e merr mostrën. Megjithatë, ky nuk është detyrim ligjor, pikërisht këtë po thoja që në manualin numër 620 të inspektorëve të pikut, produktet me origjinë jo shtazore, në momentin që merr mostrë je i detyruar ta mbash produktin të bllokuar. Për produktet me origjinë shtazore, siç është mishi etj., nuk është detyrim. Dhe ky fakt nuk e di si ka qëndruar kjo rregullore në këtë mënyrë. Por deri në momentin e daljes analizave që i kanë shkuar AKU-s nga ISUV, kompania nuk ka pasur asnjë përgjegjësi ligjore dhe as faj për të mbajtur produktin të bllokuar. Në proces verbalin e inspektorit të pikut ka një drejtare, një vend ku çekohet që duhet mbajtur i bllokuar apo nuk duhet mbajtur i bllokuar. Inspektori i pikut nuk e ka çekuar këtë. Dështimi është tek ana ligjore. Dështimi është tek ana ligjore dhe ndoshta edhe një nuk mund ta quaj neglizhencë, po një vullnet i inspektorit pikut për ta bllokuar ose për të mos e bllokuar. Kështu që deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë problematik në raport me qëllimin për të infektuar njerëz apo për të hedhur në treg një produkt të kontaminuar, absolutisht. Më pas ka filluar pastaj edhe problematika nga kam shumë me idenë që kanë qenë vetëdijshëm po për shkak korrupsionit ndoshta. Nuk mund ta them këtë, nuk kanë qenë vetëdijshëm që ka pasur salmonel, një procedurë e tillë bëhet rregullisht nga viti 2020 e mbrapa, sepse nga 2015 a 2020 kishte një urdhër të ministrit Panaritit asaj kohe, që në fakt ai ishte penalizues për subjektet, por sigurisht rriste masat e sigurisë ushqimore, që çdo ngarkesë që vinte me mish nga Brazili, çdo ngarkesë pa përjashtim, analizohej, mbahej kontejneri në port dhe nëse rezultonte me salmonela apo probleme të tjera kthehej mbrapsht në origjinë. Kjo u shfuqizua në 2020, pra ky urdhër, sepse në fakt ishte penalizues për kompanitë. Ka pasur siguri se vonohet 2 ditë më shumë, por je i sigurt. Ka pasur siguri, po jo, e para nuk vonohet 2 ditë më shumë. Një analizë e tillë do të deri 5 deri në 10 ditë, kjo është salmonelës fundit, por kishte një problem sepse duke qenë se salmonelat rezultojnë shpesh në produkte mishi, pra pul dhe derr, shumë ngarkesa po ktheheshin mbrapsht ose më saktë shumica në vendet e origjinës dhe kryesisht Brazil. Saqë erdhi një moment që kompanitë eksportuese, kompanitë e prodhimit mishit dhe stabilimentet në atë panairin e madh të Kölnit në Gjermani filluan duke refuzuar Shqipërinë për t'i dhënë mish, me idenë që ju na ktheni çdo ngarkesë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian mishin që shkon për punim termik, pra për të kthyer në sallam etj., nuk salmonelat kryesore përveç këtyre dyave që unë përmenda më herët, nuk i konsideron risk për konsumatorin nëse shkojnë në industri. Pra mishi le të jetë me një salmonelë SPP, nëse bëhet sallam nuk ka asnjë problem për konsumatorin dhe nuk rezulton në produkt final. Gjithsesi, u shfuqizua ky urdhër dhe që në atë kohë veprohet në mënyrë tillë, pra që 2020 ka qenë edhe para urdhrit Panaritit, po kështu para 2015-s, që kontrollet bëheshin mbi bazë risku, në bazë planit vjetor që bën Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për pikat e inspektimit kufitar dhe produktet e importit. Pra, ishte në fakt që ndodh në gjithë botën, sepse stabilimentet janë të miratuar nga Bashkimi Evropian, stabilimentet edhe nga importon Shqipëria mish, edhe në Brazil janë të importuara, të miratuar nga Bashkimi Evropian, edhe rasti konkret është një stabiliment i miratuar nga BE-ja, ka certifikimet ISO, ka HACCP-in, ka gjithë rrjetin pra gjurmëshmërinë dhe dokumentacionin që i plotëson standardet. Fati i keq i gjithë palëve për të ndodhur kjo. Ka shanse që sasia që do tërhiqet të përfundojë si puna e mandarinave, që të rikthehen edhe një herë apo? Jo, nuk ka shanse për disa arsye. Pari, tashmë kemi një lajm që është masiv që nuk mund të shmanget asnjë palë. E dyta, u fol shumë për futjen sallame etj. E para, kjo nuk ka ndodhur. Nuk është futur absolutisht në sallam, kjo është e sigurt edhe nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, edhe nga gjurmëshmëria që është bërë gjithë shpërndarjes së produktit dhe edhe nga vetë kompania, por ka edhe diçka. Në rastin kur kompania e di
që ka një problematik kaq të madhe me këtë mish, pra sepse Typhimurium salmonella është me rrezik të lartë, ajo zhduket vetëm mbi 75 gradë në minimumi 3 minuta. Sallamet nuk shkojnë në 75 gradë, deri apo 72 gradë. Pra aty të rezulton produkt final dhe e dyta kontaminon të gjithë linjën e prodhimit. Janë linja që kanë kushtuar miliona euro dhe ty të kontaminon gjithë prodhimin tjetër. Për një sasi që në total ishte 7.980 kg, ti nuk mund të hedhësh në erë një prodhim masiv dhe një fabrikë të tërë, sepse edhe vlera nuk është aq e madhe sa për thënë është një humbje shumë e madhe. Kështu që nuk besoj se ka shanse, përveç kësaj sasie, sepse duhet saktuar diçka. Kontejneri ka 27 ton mish, ai që u importua. Kishte brenda 4 lote dhe është marrë analizë vetëm për një lot atë ditë. Pra gjithë kjo që po themi ka lidhje vetëm me një lot për afro 8 ton që e përmenda shifrën. Pjesa tjetër ka qenë e bllokuar, kishte filluar shpërndarja edhe pjesës tjetër sigurisht, por është bllokuar që në momentin kur ka dalë analiza e të parë, lotit të parë dhe një pjesë e vogël e shitur është kthyer mbrapsht, por ndërkohë janë marrë mostra edhe për tu analizuar edhe kjo pjesë. Pra 3 lote tjera, sepse ligji për ushqimin Pakneni 11.4 thotë që nëse një produkt i kontaminuar ka qëndruar në të njëjtat ambiente tjera me sasi tjera të pa kontaminuara të pastra, mund të ketë kontaminuar dhe lind detyra për të marrë mostra dhe për t'i analizuar. Pra nuk besoj se kjo mund të dalë në treg edhe për shkak të kësaj situate kaq të madhe që sa u bë. Për të bërë sallam, absolutisht jo, sepse thash, mbi gjitha ty shkatron një fabrikë të tërë, ta kontaminon gjithën, dhe e dyta është një sasi e vogël, sa që një kompani të madhe nuk ka si leverdia dhe t'ja falësh ta fusin në lidh prodhimi. Rani, dhe diçka të fundit kam, në 10 ushqime, sa janë të sigurta që mund t'i konsumojnë pa merak? Pra sa është përqindja e ushqimeve? Medalja në gjitha rastet ka 2 anë dhe mund të themi edhe 10 të sigurta edhe 10 pa sigurta. Nuk mund të thuash asnjë rast sepse në çdo situatë ty të ndryshon, pra në çdo rast ndryshon situata. Nëse flasim për fruta perime, në periudha ndryshme ti mund të marrësh 10 mostra të dalin të pastra, në një periudhë tjetër mund të marrësh 10 të tjera dhe të dalin me pesticide binormat apo me pesticide të lejuara. Po kështu edhe me mishin, me importin, po themi të pulës. Mund të marrësh 10 mostra të rezultojnë të pastra, mund të marrësh 10 mostra të rezultojnë me salmonellë. Kështu që rast pas rasti nuk mund të thuash që janë në X sasi është e sigurt që kaq janë të kontaminuara dhe kaq të pastra. Pra rast pas rasti gjykohet dhe vlerësohet, por mbi bazën e analizave. Rani, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju.